Magazinat e fermerëve të Juglindjes edhe këtë vit janë të mushura me produkte bujqësore të pashitura, duke përsëritur të njëjtën situatë si një vit më parë. Sasi të mëdha patatesh kanë mbetur stok dhe tashmë kanë nisur të dëmtohen, duke rrezikuar të kalben plotësisht. Fermeri i ri Ledion Kreka, i cili prej vitesh punon së bashku me prindërit e tij në kultivimin e patates, shprehet se dëmi ekonomik për familjen e tij këtë sezon arrin në rreth 60 milion lek. Sipas tij, asnjëherë nuk kanë përfituar kompensim për humbjet, ndërsa fajson importet që po dominojnë tregun vendas. Kreka thekson se patatja e kultivuar në Orman është disa herë më cilësore se ajo e importuar, ndërsa subvencionet që ofrohen i cilëson të pamjaftueshme dhe formale. Çfarë po ndodh? Pse gjithë ky malli pashitur? Po si gjithmonë ne këtë problem kemi pasur. Ne kemi punuar 11 muaj të vitit edhe nuk gjejmë dot treg, sepse kufizojmë nga shumë faktorë. Zakonisht punojmë me tregun e Tiranës, që kemi punuar gjithmonë, po pothuajse në tërë Shqipërinë punojmë, që marrin mall këtu ne. Që ka hyrë një patate gjermane që ka zotëruar pothuajse të gjithë tregun vendas. Po neve këtu domethënë llogaritim diku në 60-70 milion lek. Kemi punuar 11 muaj të vitit edhe pothuajse nuk kemi marrë asgjë. Kemi shitur një pakicë shumë të vogël pothuajse të paprofilshme fare. Edhe presim tani. Jemi me kokën lart nga Zoti, se nga shteti pothuajse nuk kemi më. Ne na ka zënë breshri, e kupton, ne na janë përmbytur edhe gjithë vijnë bëjnë ca verifikime këta që vinë nga bashkia edhe si përfundim nuk na japin as edhe një lloj shpjegimi të mëtejshëm. Ne kemi bërë investimin e jetës këtu, i kemi hedhur gjitha lekët, ato 5 lekë që kemi pasur i kemi hedhur këtu. Ku të vëmë neve sot? Marrim subvencione vetëm për pjesën e naftës. Shtetet fqinj marrin 5-6 lloje subvencionesh. Edhe Durim Kreka tregon se këtë vit ka kultivuar patate, por pavarësisht çmimit të shitjes, që varion nga 20 deri në 25 lek për kilogram, mungojnë tregtarët që ta blejnë prodhimin. Ai shton se dëmi është i konsiderueshëm dhe se pavarësisht moshës, vazhdon të merret me bujqësi për të siguruar jetesën. Ne kultivojmë patate, fasole, qep, grur, elb, misër nga tëra llojet. Tashi për tashi nuk kemi shitur, edhe qepën që pata me probleme të mëdha me zgjeshitëm, nuk pati tërheqje. Problemi më të madh për shitjen e kemi se nuk ka tërheqje se hyn mall nga jashtë. Malli më mirë s'është nga jashtë, po malli jonë është bio, edhe le ta marrin edhe me prova me tëra ta marrin me kështu me analiza me gjëra. Për tani që po e shesim ne 250 lekë, 300 lekë është kilja. E marrin nga këtu, tregtarët e shpjen në Tiranë e shesin me 700 dhe me 800. Me shumë fiton tregtari se sa neve që e prodhojmë. Ne naftën e marrim shtrenjtë, farat i marrim shtrenjtë, daprat i marrim shtrenjtë. Çdo gjë është shumë shtrenjtë dhe nuk na mbetet neve, ne punojmë kot. Shteti na jep neve sa për të larë gojnë e tyre. Ato që na jep shteti, ne unë kam 7-8 hektar tokë. Shumicën 3 qerekun e kam e qira, 1 qerek kam timen, që se aq nara. Unë 3 vete am shpi 1 hektar tokë. Me atë 1 hektar tokë unë nuk bëj do të asë një lloj gjë, një lop nuk më ban do të me 1 hektar tokë. Në të njëjtën situatë ndodhet edhe Izareti, fermer nga Ormani, i cili këtë vit ka mbjell patate dhe qep, por deri më tani nuk ka arritur të shes asnjë sasi. Sipas tij, nëse prodhimi nuk nxirret në treg para muajit shkurt, rrezikon të prishet në magazina. Patate i qep. I shitat? Akoma jo. Po pse nuk i shisni? Nuk ka treg. Futin nga jashtë. Edhe neve nuk po i shesim dot. Kjo po na dëmton neve, ne po alimentojmë fare tash, nuk do mrihen dot ne. Unë kam mbi 400 kumtal patate, rreth një 200 ca kumtal qep, fasule krenare po ashtu, edhe asgjë nga këto nuk është shitur? Asnjë gjë nuk kemi shitur fare. As vjen as i ri këtu. Tash nga shteti duam mos futi nga jashtë. Të marri mallin e vendit, pastaj le të futi. Këtë kërkojmë ne. Bardhi Zhuleku, fermer nga fshati Treni Devollit, shprehet se fermerët nuk kompensohen nga shteti, as në rastet kur prodhimi u dëmtohet nga faktorët natyror, duke i lënë të përballen të vetëm me pasojat financiare. Zona jonë mbahet për mollët, mbahet për fasulen. Fasulja bet është një nga fasulet më të mira edhe
Ne i bëjmë bio, nuk ka si që i bëj një pjesë andej, se ka kosto çdo gjë. E lem t'i bëj zoti fasulet. Përmbytja si vjet u bën 2 herë. U prishnë më shumë fushën e Maliqit, edhe këte nga neve u prishnë, po zonat që u përmbytnë i lanë njerëzia. Po t'i shikoni ja bëni ato, duke në grynrat, gruri që është i verdhë fare, besoj ta marrë veten ai. U prishën 2 herë, edhe mollët që u përmbytën edhe ato kanë sëmundat e tyre. Fillon kalbëzimi, atë mollë nuk e sill dot me në jetë. Nuk ja vlen se nga që dëmtohemi shumë, ne nuk futëm në xhep. Po mos futet në xhep si do dalësh. Vitin tjetër që të fillosh prap punën. Duhet deri diku shteti të kthehet e ta marrë seriozisht fermerë, që edhe ai të jetojë, të mbaj fëmijët e tyre këtu, se kemi dëgjuar ndonjëherë fjalën dëm shpërblim. Mirë do t'ishte që ajo i jepte një farë kurajo fermerit. Stoku i patates këtë vit rezulton veçanërisht i lartë në magazinat e fermerëve të Maliqit, ndërsa shpresa për shitje apo kompensim mbetet e pakët, duke e bërë të pasigurt vazhdimsinë e punës në bujqësi për shumë familje fermere.